Muslimanit I lejohet me u lut, thot gurit. Jo, muslimani I lutet vetëm Allahut të lartësuar. Nuk I lutet gurit, drurit, hoxhës, priftit, minares, xhamis, kryqit. Muslimani I lutet vetëm Allahut të lartësuar, Zoti I gjithësisë, thot në Kur'an: Ud'uni astajib lakum, lutmuni mua të përgjigjem ju. Në një ajet tjetër Allahu I lartësuar thot: Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk. Përveç Allahut mos ju lut askujt tjetër prej atyre që nuk sjellin as dëm as dobi. Ne si musliman nuk I lutemi gurit, nuk I lutemi të vdekurit. I lutemi vetëm Allahut të lartësuar, I nënshtrohemi vetëm krijuesit të gjithësisë. Profeti alayhis salam porosit në hadith, dhe kur të kërkosh, kërko vetëm prej Allahut. E kur të mbështetesh, mbështetu vetëm tek Allahu. Prandaj, ne I lutemi vetëm Zotit të gjithësisë. Allahu I lartësuar na ka premtuar në Kur'an: Ud'uni astajib lakum, lutmuni mua të përgjigjem ju.